Vajzat dhe gratë shqiptare po i kushtojnë gjithnjë dhe më shumë rëndësi paraqitjes së tyre të jashtme, nga qerpikët dhe vetullat dhe deri tek flokët dhe grimi. Bukuria tashmë nuk është thjesht një kujdes, por një investim i përmuajshëm, shpesh edhe me çmime të kripura. Klea Hoxha thotë se në muaj shpenzon rreth 500 euro për trajtim flokësh, grim dhe kujdesin ndaj lëkurës. Sipas saj, paraqitja është thelbësore, jo vetëm për vetbesimin, por edhe për mënyrën se si të tjerët e perceptojnë. Unë do jepja një minimum shpenzimesh mujore që duke përfshirë dhe produkte që të duhen për kujdesin ndaj vetes, mbas edhe shërbime që mund të bësh qerpik, thonjë e tjerë, shërbimet mujore që mund të bëj çdo vajzë, mbase 400-500 për produkte, gjëra për një muaj, do me thënë bëhet fjalë, gjëra që mund të duan. Në këto shpenzimet, që unë them një minimum shpenzimi, futen gjëra të domosdoshme ndaj një femra. Nuk po flas për gjëra që mund të dalin jashtë kësaj dhe mund t'i quash mbase luks për kujdesin ndaj vetes. Të njëjtën prirje e vëren edhe Juli Kapaj, profesioniste e estetikës së vetullave, e cila thotë se vitet e fundit është rritur ndjeshëm numri i vajzave dhe grave që i japin prioritet pamjes së tyre. Ajo thotë se klientët shpenzojnë nga 300 euro e lartë në muaj për shërbime të tilla si vetullat, qerpikët dhe make-up. Në Shqipëri, vitet e fundit kemi patur një zhvillim, një boom për sa i përket fushës dhe industrisë së bukurisë estetike, kozmetikës, permanent make-up apo dhe gjithë shërbimeve të tjera të bukurisë. Unë do thoja një vlerë mesatare, e theksoj këtu mesatare, nga 300 euro e sipër. 300 euro duke futur shpenzime që kanë kosto rreth mirëmbajtjes si një gruaje apo një vajze, duke futur këtu gjitha shërbimet e ndryshme, që dhe kjo shifër do thoja është relativisht pak e lartë duke marrë parasysh nivelin e jetesës në Shqipëri. Është një shifër që ndodh një herë në muaj, padyshim një herë në muaj. Nga ana tjetër, Mario, një parukier me përvojë, tregon se shpenzimet për kujdesin estetik variojnë nga 50 deri në 1000 euro në muaj. Ai thotë se për shumicën e grave, pamja e jashtme është më e rëndësishme se çdo gjë tjetër. Sipas tij, gratë dhe vajzat janë të gatshme të paguajnë çdo çmim të lartë. Bëjnë shpenzime marrëmendse, mund shkoj deri në 1000 euro, 1200 euro, 800 euro. Deri kaq ka qenë domethënë maksimumi për një klient. Atëherë kur flitet për shuma të mëdha, bëhet fjala për një në 3 muaj, një në 4 muaj. Kur flitet në domethënë për një mbajtje sistematike që është krefja, trajtimi i flokut, prerja, to zakonisht është një herë në muaj, 2 herë në javë, siç është krefja dhe trajtimi. Këta pastaj që nuk është se janë shpenzime të themi të mëdha. Gratë, dhe këto e kam informacion të sigurt, shpenzojnë për flokët një shumë dhe për veshje. Këto janë, mund të rinë edhe pa hëngër fare, po flokët dhe veshje nuk e lejnë kur gratë. Ka dhe nga to, po mund të lejnë mangësit tjera. Në një realitet ku rrjetet sociale kanë rritur presionin për të qenë gjithmonë të kuruara, duket se estetika po shndrohet tashmë në një domosdoshmëri edhe për shumë gra dhe vajza shqiptare. Investimi në bukuri është një prioritet i pakompromis.